protestuesit dalin gjithë dhe mos të ndodhi ajo që policia mban 10-13 në mënyrë të tillë që të demoralizojë protestuesin sepse do të shton akoma më shumë. Por i them policisë të zbatoj ligjin sepse ditët e këtij janë në fund dhe të gjithë politët që kanë emrin apo oficerët e policisë gjyqësore që kanë emrin dhe presin këto fletë arresti apo marrin njerëz të pyetje do marrin përgjegjësi përpara dhe këtë protestues do ta kenë si dekorat. Faleminderit. Avokat, lutem, vetëm një pyetje kam unë për sa i përket pjesës agresionit të dhunës. Me aq sa është parë në media dhe ajo që është dukur që e kanë parë gjithë shqiptarët. Kush e nisi i pari domun? Si shihet e gjithë gjëja? Nuk kam parë kush e nisi i pari, por unë kam qenë transmetim gjatë gjithë kohës, domethënë kjo shtyrje që bën provokimi që bën policia, që merr urdhra nga politikanët e tjerë. Unë nuk që kam protestuesit ka qenë në mënyrë paqësore ka një muaj. Gjyqësore dhe kanë pas të pamundur të ndjek protestën, por nga ajo që kam parë para 2 ditësh. Nga ajo që kam parë, nga pamjet filmike është një disproporcion i forcës së ushtruar nga policia e shtetit. Që do thotë, policia e shtetit ka detyrën ligjore dhe ka përfil ligjor. Nuk mund të kalosh disproporcionin sepse kalimi i disproporcionit është vepër penale nga ana e policisë shtetit. Që do thotë, nëse gjuan me vezë dhe mjet nuk mund t'i gjuash me botë ujë, me molotov, me spesdjeks, me gjymse, me gjithë. Pra të gjitha ato janë kundër rregullores dhe ligjit të policisë së shtetit. Dhe policia e shtetit, siç po flisa pak më parë, po bën një maskarallik, sepse shoqërimi nëse janë të shoqëruar nuk ka pse t'i mbaj 5 orë, siç pra 5 orë është maksimumi që e ka ligji i policisë, ligji i 2024-s. Për një pjesë të shoqëruarve flitet që do mbajnë 72 orë. Nga ajo që kam dëgjuar dhe që fliten korridore aty, sepse pjesa e mirë e të ndaluarve, të shoqëruarve, kishin avokatët e tyre, do të qëndrojnë mbi 48 orë, pra është dhënë flet arresti nga prokurori dhe është ajo gjykata që të marrë vendim më pas nëse do të jenë në gjendje të lirë ose jo. Kështu që po për kolegun tuaj, për avokatin Altin Goxhaj, çfarë flitet? Kur do dalë? Avokati Altin Goxhaj ka parë që ka një interes lart edhe nga komentuesi. Isha aty, bëm deklarimet për kace. Para 2 orësh gati, që është mbyllur komplet procedura e pyetjes dhe mbas ligjit mbas i mbaron procedura e pyetjes dhe nuk ka shkak tjetër për të mbajtur, duhet të dilte, por OPG-ja për kace që e mori dhe urdhëror dhe prokurori për kace që ka dhënë urdhër që të shoqërohej apo të pyetej avokati Altin Goxhaj, po bëjnë sikur po respektojnë ligjin duke mbajtur 5 orë nga momenti e quajnë që ka ardhur në rajon, pavarësisht sepse momenti që është shoqëruar nga pamjet filmike ka qenë ora 12:30 ose 1. Kështu që parimisht duhet kishte dalë se ka kaluar afati 5 orë. Kemi një detaj që thuhet nga ata që janë shoqëruar ose nga miqtë e tyre që kanë marrë informacion që janë dhunuar për gjatë rrugës në fugon ose edhe në komisariat. Po pash protestuesi ishte një djalë i gjatë zeshkan me sy të nxirr, kishte dhimbje nga mesi e poshtë, krahë. Madje kemi parë edhe aty live kur ushtroi dhuna që godisi me shkop gome. Tani përse përket këtyre ngjarjeve, te kalimit të kompetencave të policisë, dhe punës tyre, detyrës tyre, më vonë, a mund ndiqet nga ana ligjore kjo nga protestuesi? Që në këtë moment, prandaj duhet një avokat, por për sa kohë nuk isha unë avokat e atyre, nuk kam çfarë të them, mund dash një sugjerim, është që mund të bëjnë kallëzim penal që në këtë moment për punonjësit e policisë të cilët kanë ushtruar dhunë. E njeh ligji, pra janë të gjithë të hapur që patjetër dhe ligji ta ndjekin këtë gjë. Ligji një ligj tjetër që nuk njeh raportet e shërbimit policisë sipas vendimit gjykatës europiane të Strasburgut, drejtat e njeriut. Pra gjetën një nuk i njeh raportet e shërbimit, se janë raporte të njashme. Nëse policët u vinë, shohin raportet siç i duan vetë, por realisht nuk është ajo e vërteta. Është debati gjyqësor që e provon. Po për sa i përket, ndoshta nuk është në fushën tuaj, por edhe ju si një qytetar i këtij vendi. Për sa i përket pjesës kësaj siç ka shohin njerëzit, kësaj dhune, a ke një mesazh për qytetarët, ndoshta për atë ndjesinë e frikës që mund të marrin nga këto pamje që transmetohen vazhdimisht? Çdo tirani, besoj, çdo shtet diktatorial mjet të mbajtjes pushtetit ka frikën, ushtrimin e frikës. Por unë shikoj që nëse do jetë protesta e 4 korrikut apo si ato 2 shtunat apo 3 shtunat e tjera do të jenë aq masive dhe do të jenë gjithë bashkuar, nuk kam se të jenë të friksuar fare, duhet vrasin frikën. Po t'ju them edhe një detaj, në bazë mund të jetë edhe kështu, vetë punonjësit, pra disa nga punonjësit e policisë apo qoftë ata që merrin pyetje, përfishin një tjetrin që Rama është në ditët e fundit të tij. E thonë edhe ta. Edhe këta e ndjejnë këtu që është në ditët e fundit. Kështu që kur këta e thonë dhe kishin për një pjesë kishin dashamirësi dhe thënë në zë pavarësisht sepse kanë urdhra për të arrestuar njerëzit, qytetarët duhet bëjnë akoma më shumë sepse
e meritojmë mos kemi këtë qeverisje. Një veprim tjetër i policisë, si po të marrim shumë kohë, por kam përshtypjen që ka shumë pikpyetje edhe nga audienca, nga njerëzit që shohin ndoshta nga ekrani këtë ngjarje kaq të madhe në Shqipëri prej një muaji edhe këto ditët e fundit që ka të kaluar nga një protestë paqësore qytetare nga shqiptarët në dhunë nga policia që ajo ka qenë ajo që ka ushtruar e para dhe ka provokuar këtë gjë. Sot është lajmëruar prej 2 ditësh që do të kishte një protestë në orën 10. Ndërkohë që policia është futur në ambiente private, lokale, është futur brenda në pra që i ka marrë protestuesit në orën 9:30 para protestës. Thjesht për të ngjallur panikë dhe frikë. Ato janë palishme. Kjo tani është ajo është totalisht e palishme, është antiligjore, ajo madje po ta shikojnë media ndërkombëtare do vënë duart në kop. Gjykatat po, nuk e di këto gjykatat tona, se këto janë pjesë e një reforme të miratuar nga kjo qeveri. Nga kjo qeveri dhe nga kjo Klasat e tjera, po. Është komplet klasë politike që ka miratuar, se ka 140 veta që kanë votuar këtë reformë. Të 140 e kanë votuar? Po, 140 e kanë votuar dhe njëri nga ata që sot është në burg ka thënë që na ka thënë ambasadorja na kapi për veshit duhet ta votoni. Cili ambasador e ku shteti? Nuk e di se më një nga ta që është në burg, ish presidenti ka thënë që na ka kap ambasadorja për veshin, na ka thënë shkoni votoni. Kjo është skandaloze që kur thanë në telefon. Por qytetarët mos kenë frikë. Ato pamje janë skandaloze, i bëjnë thirrje personave që i kanë ndodhur ngjarja, është mirë t'i kallëzojnë ato. Ta bëjnë vetë ata, duke marrë një sepse kallëzimi është edhe personal, pa avokat, pa. Ideja është që ta nxisin sepse prokuroria bën edhe hetime kryesisht, pra vetë. Por kjo prokurori nuk bën asnjë hetim kryesisht, se po bënte hetime kryesisht do kishte nis me shtëpinë Surrejt të Tiranës, me vilan Lalze, pra ka shumë me pallate shumë kaçe që zdihen nga Vjeleja, pra ka shumë për të nisur kryesisht dhe s'ka nisur kryesisht. I them qytetarëve edhe protestuesve, bëni kallëzime në SPAK se me këtë protestë SPAK-u ka filluar të lëvizë. Se SPAK-u e ndjen që po mbështetet nga qytetarët. Tani jemi përballë 2 realiteteve. Ju thoni që qytetarët e dhunuar të marrin një përfaqësues ligjor, një avokat, por edhe të bëjnë edhe kallëzimet vetë. Ndërkohë që kemi një sistem drejtësie, siç po e tregoni dhe ju tani, që është i kapur nga gjithë klasa politike. Si mund funksionojë kjo gjë që ne të bëjmë kallëzim, domethënë këto njerëz që janë prekur, janë dëmtuar, bëjnë kallëzim kur nuk funksionon sistemi drejtësisë. Është do thosh që edhe gjyqi zgjasin me 5, 10, 20 vite, por nëse diçka i shkojnë deri në fund, mjafton, pra unë e quaj çështjet e kallëzimeve si fishek që qëndrojnë aty. Në një gjurmë. Si fishek që qëndrojnë prokurori dhe prokurorët një ditë caktuar me urdhër nga jashtë, sepse këto prokurorë nga jashtë funksionojnë me urdhër nga jashtë. Pra, SPAK-un e dim. Pa kush e financon do ta gjesh, ai që financon follow the money. Pra, në momentin që ka një urdhër nga jashtë dhe ka shumë fishek, ai person mbaron. Kështu që i them qytetarëve, bëni kallëzime penale, edhe nëse prokuroria ju sjell një vendim mos fillimi, ankimojeni në gjykat. Shkat parë, në apel, në të lartën, një ditë do të kthehet. Do të kthehet sepse drejta gjithmonë kthehet. Do të vonoj, por kur nuk harrohet. Avokat, falenderoj shumë për qartësimin e gjithë to se çka na dhe, si ndoshta na qartëson edhe na bën që të jemi më qëndrueshëm. Merrni gjithmonë kur vini në rajone avokat. Mos firmosni asnjë akt pa avokat, mos lejoni të pyeteni pa avokat dhe mos merrni avokat. Mos hani presionin atyre që mos merrni avokatët që ju japin këta. Duhet ta njihni mirë avokatët. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Tamam.